ti? Përshëndetje Mirjeta. Përshëndetje, si e? Po dëgjojemi po. Ja, Mirjeta, ndodhemi pra pikërisht te shkolla fillore 25 maj. Këtu janë mobilizuar faktikisht shumë nga njerëzit që pas është radha ime e parë që vi këtu. Ka shumë ekipe që kanë ardhur qoftë vullnetar nga qytete tjera, qoftë nga shtete tjera, me vetëm qëllim për të ndihmuar. Mirë po, zotëria që kanë këtu afër është faktikisht nga drejtoria për mbrojtje dhe shpëtim, dhe është zotëri Ekrem Zendeli. Si po shkojnë punët këtu ditë? Punët, domethënë, në terren nga gjitha institucionet, duke filluar edhe nga drejtoria për mbrojtje dhe shpëtim, intensivisht janë duke u marrë me gjitha problemet që ballafaqohen familjarët e këtij rajoni të përfshirë nga vërshimet. Drejtoria për mbrojtje dhe shpëtim ka në ditët e vijuara sot gje par gje prej ditës së diell, domethënë në terren është me ekipe të veta në terren, të cilët janë deri 150 pjesëmarrës, me pompat edhe me makinat, kamiona edhe bagera të kapaciteteve të ndryshme. Sa u përket pompave, domethënë sot ishin shtëpitë e fundit, të cilët pastruam nga ujërat që i kishin në shtëpi, edhe tash ke ngelur vetëm pjesa e baltës, të cilën presëm një lloj ndihme të na vijë nga jashtë të pompave të cilët bëjnë drenazhimin e baltës dhe mundet me ata masandej të ndihmojnë familjarëve dhe të gjithë shtëpive të cilët i kanë baltën prezente në shtëpitë e tyre. Për momentin, mehanizacionin që e kemi në terren është numëron 60, edhe ato të ndryshme, kamione dhe bagera të kapacitete tjera, janë duke bërë shumë punë të madhe, pastrimin e rrugëve, kanaleve, rrugicave të vogla që janë, edhe jemi duke i pastruar të gjitha mbeturinat që i kanë nxjerrur nga shtëpitë të dëmtuara prej ujit. Domethënë është një angazhim shumë i madh nga ana e qeverisë, edhe e vullnetarëve dhe gjitha institucioneve qeveritare dhe jo qeveritare, dhe në terren domethënë bëhet çmos që të vihet jeta në normale. Po sa i përket rregullimit të baltës që përmendet, cila është dita fikse që e kanë caktuar për sjelljen e atyre makinave? Domethënë sot u definuan gjitha ofertat e tyre dhe ata faktikisht prej nesër mundet pritet se do të mrinë domethënë kontingjentet e para të atyre pompave. Në pak më para pas edhe ekipe shpëtimtare nga Istanbuli. Kanë ardhur nga Turqia? Ashtu, domethënë përveç se nga Istanbuli, ne në këta ditët e vijuara, për momentin domethënë kemi një ekip të Kosovës e cila është në terren. Domethënë ato janë nga 8 njësi forca dhe 5 pompa të kapaciteteve të larta. Kemi pas ekip e cila deri gje ishte prezente këtu e Bullgarisë, ekip shumë i mirë, ekspertësh të cilët ditën të menaxhojnë rastet e ujrave në shtëpia, edhe ishin ekspertë dhe me mashina shumë të mira, dhe u falenderojmë edhe atyre njëherë. Edhe kemi ekipet nga Serbia, të cilët edhe ato janë akoma në terren dhe e japin kontributin e tyre. Sot faktikisht domethënë informatat vinë se kanë ardhur edhe forca nga Turqia, edhe ndihma humanitare, po më duket se kanë ardhur edhe ndihma në makineri. Po tash për momentin, çfarë pres konferencë do të organizohet? Tash për momentin, domethënë, ne si drejtori për mbrojtje dhe shpëtim jemi antare e mehanizmit evropian për mbrojtje civile dhe e kemi aktivizuar këtë mehanizëm, domethënë kemi kërkuar nga ky mehanizëm ndihmë dhe ata domethënë ndihma që do të vinë me ato pompat edhe sendet tjera që do të jenë në kontingjentet e tyre, domethënë janë nga aktivizimi i këtij mehanizmit dhe ato njëkohësisht i kanë dërguar edhe ekspertët e vet që në terren ta prej vendit të shohën se si është situata, mas tepërmi ata janë të interesuar me kanalizimit dhe ujërat që mos vije deri tek infektimi edhe paraqitja e sëmundjeve të ndryshme ngjitëse dhe faktikisht ato një pjesë prej gje erdh, një pjesë tjetër sot kanë ardhur dhe ato kanë organizuar një preskonferencë të lajmërojnë nëpërmjet mediumeve prezencën e tyre edhe kontributin e tyre. Shumë faleminderit zot Ekrem, mos të marr shumë kohë. Edhe juve faleminderit për interesin dhe kontributin tuaj për qytetarët. Mirjeta, nuk e di apo dëgjojemi.
Po, dëgjojemi. Dëgjojemi Po, Geti. Mirjeta do me thonë çdo moment pritet që të fillon kjo preskonferencë ku kolegu ynë Adi është prezent aty dhe në orën 17 në flishat e fundit do të kenë mundësi të gjithë shikuesit që të informuar rreth kësaj preskonferencë se si u zhvillua dhe se cilët janë faktikisht ato përgjigje definitive të cilët i ka marrë grupi i cili ka ardhur nga Bashkimi Evropian. Ndërsa ne do lidhemi prap pas edhe në flesha do lidhemi edhe prap pas fleshave për të treguar gjendjen momentale në fshatin Hasanbegut. Okej, Gentit, faleminderit shumë. Faleminderit edhe për juve. Faleminderit, Gentit.